Kosovën. Jam bjenak me vllaun Hysenin, i zhdukur me 22 qershor vitit 1998. Vojsin, Zoran Stalin Sheqerogjën. Së të mdes dhe vete, e kinë në punë, në vdes dhe vete. Oni i bjusët në shkollat. Unë jam baba i Bashkim Ramabojës. Shaib Ramadan Ramaboja, baba i Bashkim Ramabojës. Ja sam Silvana Marinković, inače sam supruga kidnapovana ovog Gorana Marinkovića iz sela Slivova. Jam takoj familjes që kemi humbur 16 mashkuj gjatë luftës. Ndërta 16 kam në 2 vllaznie mi, Avniju dhe Albini. Ja sam Enver Fazlija iz Preoce. Sine i kindio po 99. godine i Šuraka, jer otišli da radu četvorica da selu jednoga Srbina iz Čaglavice. Jam djali i Rifat Goshit, i vronë me 15 prill 1999. Jam familjar i Murat Goshit Gjyshit, djali Omer Goshit, nipi Enver Goshit, kushërej Arbenit, Arben Goshit, kushërej Bekimit, Bekim Hazirit, cilë do të thëtë janë të vranë gjatë luftës në Kosovë, më saksisht me 15 prill të vitit 1999. Burrin ma kanë vrau në bord Kojshijes. Në përgjithësi në distriktin e Prishtinës, ku bën pjesë komuna Obiliqit, fushë Kosovës, Lipjanit dhe Podujevës, janë zhdukur sot 185 persona, pra një numër goxha i madh, vetëm në territorin e komunës Prishtinës janë 96 persona, në Biliq sot janë të raportuar zhdukun edhe 11 persona, në Podujev janë 14 prej tyre, në fushë Kosovë 24 dhe në Lipjan 15. E nisur që nga maji vitit 1998, strategjia për zhdukjen e viktimave të luftës në Kosovë do të prekte qindra familje në rrethin e Prishtinës. 26 vite pas përfundimit të luftës, në komunat e Prishtinës, Podujevës, Lipjanit, Obiliqit dhe Graçanicës, 185 persona vazhdojnë të jenë të zhdukur. Ata janë pjesë e tërësisë prej 1560 personash, të cilët vazhdojnë të jenë të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë. Statistikat dëshmojnë se rreth 10% e viktimave shqiptare të vranë u zbuluan të varrosur në varreza masive në Serbi, ndërsa në regjistrat e luftës ende mbi 12% e viktimave në total vazhdojnë të jenë të zhdukur. Shembull Gjyshin e kujtoj si një njeri shumë punëtor, një njeri shumë familjar, mbi të gjitha një njeri shumë human.
Kam qenë binak me te, kemi qenë edhe në shkollë me te, në studime me te, kemi fjetë edhe një organ me te, deri në ditën e shtunë, ditën e dilat, herë janë bëhë dasbat, kom dalë një fjetë në dhomë time, a i ka fjetë, atërë odat kanë qenë odat e burrave. Të thotë, gjithë shka që kemi bo, kemi bo bashkë, kemi shku bashkë, jemi shkullu bashkë. Sa që unë në sëpso, ne punit pa e s'kodin. U koju shkollu janë isho? Koju shkollu janë isho? Unë jo ishu u Prishtinë u shkollu... Sa u praćine. Jest. Sad ne mogu sve da pamtim. I onda završio i bili smo kući. Djali ka pas 71 kanë lem, 27 ka pas, djali shumë i aft, shumë i zoti, po 8 vjeçare ka krye, ma shumë jo se s'ka pas kushte me qëmë manina, se një rrugë travisadike, s'ka pas kushte, qaj është. Vallaj për besë, një kod jem turt, sjellshëm, pa probleme, pa të lashe. Kam pas një faj vullneti tjetër shtyri, kom punëtor, kam kry shkollën, nuk kam pasu asnjë problem kur në jetë me kërkan. E marrë në telefon, i thot që po vi, tash sigurisht e josh me diçka, i ku i thot, do të më taku diçka, që shë josh nuk e di, edhe shkon edhe e takon, e ka taku pas e taku se di, se nështë edhe që aty para dere se ka morë dikush, s'ka prit me shku atje heq, se me kërë ka dalë prej banesës. Edhe i thot, grus, po i marrë do domoti do svesa dhe kthejna me njerë shpejt kthejna. Mirë, po nuk u këthi kur. Slivova krenuo da ide u pravcu Gnjilana i gde je zaustavljen u selu Labljane i od tog 19. juna oko 19 časova gde su bio, jer moj suprug nije bio sam, sa njim je bio komšija Pavić, Žika Pavić i Miljković Predrag, šofer iz Smedereva. Njih trojica su bili zajedno, zaustavljeni su u selo Labljane i od tada im se gubi svaki trag. Za svu trojicu nema nikakve informacije od tada, još uvek se ne zna njihova sudbina. Oni mu tovarili stvari, kad su mu tovarili stvari, on nije htio da gi vraća kući. I oni prošli da idu peške do kružnog toka. Dvojica pobegli gde je Iskra gde gore otišli dvojica otišli prema kružnom toku. I dvojica sa kola pratili gi i stavili gi u kola i kidnapovali i ne znam sa koju stranu su otišli. Mi smo javili u policiju, tamo nismo znali engleski, jer bilo kvori je bio tu odmah pozadi Iskre, tu gdje je ona upijana. Tu je bio kvor, bili smo da ja imao kvori, izvini što govorim, bio šiptar, možda nije nam preveo dobro. Mi smo rekli, kidnapani su dvojica, sin i još jednoga prijatelja. On je rekao, dobro, idite kući i mi otišli smo, došli smo kući. Tani me 21 janari kanë marrë këtë mashkull. O Koran, i kanë rëtheku, i kanë marrën miradashtës. Tu i lutë, tu bërtit fëmija, tu bërtit gratë, i një mrena ata. 6-7 polic jashtë, 2 mrena, dilni jashtë, kushin i mashkull. Jenë dalë, gratë kanë thë kupën e qeni. Stacion, pi verifikojna, pi legjitimojna. Kush janë të kjo? Një orë kur të botë jo këthejta. I kanë ranisë, në 16, i kanë qitë masë korude, i kanë ngarku në kamion, edhe mo adresë tyne s'ka pasë. Disa krizma jenë një urë qëtë, një lismjer, dëshuat që baki edhe u kry akti atë. Vjen babi dhe thot që të shiqi po bën kryqa me esa në përshpjat sërbe. Të na e kaloj, mirë po filonit, ja voni me kryqë kjo shpi shqiptar. Edhe do të thot baba, vjen mrena
edhe thot që filon Serbi, i vendosën maskat. 14 prill 1999 është rrethu fshati Sllovi dhe me atë rast janë vrarë 24 veta në rrethim e sipër. Me 13 prill, faktikisht 14 prill është rrethu nga forcat të rregullta ushtarake, fshati me tanke, pjesë ndjon rrethohet fshati me disa kodra, jo shumë të mëdha. Nona tha, po dal, babgjyshit ja bëj ke bo, po dal, bo, po këshyrit qa bë, serdri fotin me qika, më së bë najsen. Në atë moment të dal nona, ka nejt pak, ka posë edhe të shtena, edhe ka nejt edhe pak u vanu. Po erdh mas një kuhe, edhe kur erdh nona të kojt, erdh pi udhës, ku dollën me kire me atë, edhe erdh të kojt, babgjyshi pja bën që ka u bë Fazile. Edhe i kena marrë të anaj, unë jem dollë, kur jem dollë e kum pa të vranë. Edhe jem këthy në shpe. Ku e ke po? Sa largë shtëpis ka qenë? Në aport këqije se kanë vrau. Ata jenë konë do të hypu në kerë, do jenë konë trëq të nejtë, ata kanë gjunë trëq. O konë rifoti i vranë, dy qika jenë konë plagësta, edhe një plak o konën i plagëst. Tha bob rifotën e këshim vrau, më së mërzit. Kum shdrypun e që atë, edhe i kum thonë babgjyshit, nëse e kam vrau bobin në asë një pik letë nuk kam me qitë, ja kom njës me kajt, edhe ma ka bë ka dalë më rebirë, më së gëtë. Përveç asoj bashkëfshatares cilën e këshim pas plague, në të të organizimi i pari, paramilitar dhe i ushtrisë serbe, sëmin e kam fillu në familjen tonë. Kanë pushkatu njerës, kanë vra njerës ku kanë gjetë rrugës, qysh i kanë gjetë, qysh i kanë nalë. Mirë po si sëllëm, në të ti planifikum në familje, ka qenë këto të na. Ka ora 13, kur fillun me ardhë, krisma të afrua, dikon kemi qenë 200-300 vetë sigurisht minimumi. Dhe ka në ardhë ata, ekipe e pushkatimit në ka rrëtheku, i ka djegë mas pari, ka kërku krejt senet një nga një me ardhë dhe mu rështu, mi qitë gjitha gjanat, dokumente, ari, tolla, plaqë, mas pari plaqën e ka posë. Në qatë rrethim e sipër, një Janus Pacolli ka qenë këtu ofër ko ishia kombinator. A e ka pas gruën smutë dhe u dëfke me majtë mi ndihmu, faktikisht në pranë. Edhe a nuk ka njëse, mas pari tha, kush ka poqtë bardë krejt mi gjumë i hjedhë. Aj nuk e ka njëse, nuk e besoj që e ka bonë ashta me para plumit e jek edhe shumë njerëz e jekin ashta. Pas sigurisht se ka ndëgjua, dyse largë edhe ai nuk e ka jek kapelin e bardhë heq, të parin ato ka gjuhë. Se kanë pas pushkomitralez me laser, nuk besoj njerëzit, po atë kohë, qatë herë, e ka vendosë në atë veturën, atë një veturë ka qenë njerëzve, e ka vendosë pushkomitralezin edhe piken e kuqe laser. Tang e ka godit atë Janusin edhe në pranë bashkëshortës, e ka vratë parin atë. Edhe kanë fillu tash maltretime tjera të i thirë ranë, cilti do ke ma të ri, i qetëshin, i rashin edhe i rështëshin për ekzekutimat. Tash është faktikisht loja si kur moca me miju në atë kuptimin. Edhe ishin ata 5 veta me automatik, 2 pushkomitraleza i kanë posë edhe ato rrethatoret i kanë posë minimumi ka 100 fishik rrath, njëve që vazhdoj kere dhe një këtjerë, se ju dukshin pak adin ata edhe faktikisht ishtë një luft psikike tash, që edhe ata që i pështojnë mësë me nalë muas Australia, se ju me nejnë Kosovë. Në atë kuptimin, bëjshin loj me neve, një bajke ligjerata Shqip, je keni kërku NATO-n, që NATO ju ndihmon tash, kësi farë lojna ndyta që i kanë pas ata, veç ata kanë ditë kësi lojna me bo. Dhe tash ka fillu, njeni ka bërtit gratë thmija, shka janë nërë 15 vjetë, hesnit e poshtë. I kanë datë i gratë e thmina, i kanë hjek, kemi metë i konja 70 vjetë, ashtu, të më dhejtë rritën. Mesin aty në ishme tash krejt për të kalëzoj, ishë problemi kush me nejnë rend pare, kush me hima më ropa,
Se më nëshmi që si më ropa se në fillim, atë ish punë e kryme, se në 5 metra dhejt ish skuadra ekzekutiva, dhe nuk kesh pështem, po një psiqika e njerit në ato momente ish qashtu. Edhe unë me një plak që tu tash mos e si gjitha thminë, edhe gra të mitë, e kom pos tafër, ma të i plak s'moj ke menajt e mojsha për dore, që në rend të parë që të, edhe veç e këshosha. Edhe ka përtit, se ata i ekzekutun, këta gratë e thmija shkun të poshtë, dhe këthe nuk ka mali. Edhe kanë fillu krejt ato breshi, që i kanë posë mushë me, po shko me treleza, me automatika, me krejt i kanë sbras në drejtim tonin. Edhe vinë, kur vinë këtu në përobor, i sheh ato 2 palë mbathjet kë vëjni. Thot, qëtu ku kanë tunë, ati pas kanë metë këtu. A realisht gjysha të mbathje i ka gjithë në dhomë nalë, që do të ka qenë kypqini i parë që ka vazhdu me plaçkitje me këto gjona tjera. Thot, ka shi po që ka ndodhë me kerrin, që të kerrin që të ko ka krejt gjak. Thot, me këtë kerrin, ka kanë vro ata, janë doli kanë mbledh. Njerëz e vrom edhe i kanë marrë, kanë qu dikon. Thot, mirë bre, këshi, thot, po, taja pema e di që kanë qenë të rështum, edhe kanë qenë të vrom të pema. Thot, po, këne kanë quë që atjetë e depo e ushqimit kafshëve. Thot, Zejnep, si pas informatave që i kom mëne, edhe që na ka ro me i pa, e në veri azha, ka pështue, mirë po i plagun ka vazhdu, ka hyje do të të ndepo të ushqimit atje, është dalë prej reshtit. Mirë po e përmenaj me emën, thot është ardhë Tomqi, që ka qenë gjë një udhec i fshatit këtu, është ardhë Tomqi me ndihmu, mirë po që realisht kësh pas ndru jetë. Forcat që atat njëjtit vrastar kanë organizu me një traktor, me kamion, me ushtri, edhe kanë shku, edhe kanë dzirë me eskavator, komplet. Që që kemi marrë osna i kanë marrë, komplet edhe. Nuk i besejshmi syve, edhe i marrë një 2 shokat, nga dime edhe po shkojmë me ngjes natën, nuk dofke me uhtu se ditën krejt o konë, dhe kume me tanke. Edhe shku me ngjes, kur shkojmë me të vërtet, dhe që gropa ka bitë. E hapun, i kishin marrë kufomat, edhe prej ati momenti ma, nuk dim shka ndodhi, njësi familje na metëm të shokuma dhe që shmujnë kufomat me ma. Në prill të vitit 1999, Slovia, një fshat afër Lipjanit, do të shndrojnë në një zonë krimi, ku do të implementohen edhe plani i zhdukjes së viktimave. Paralelisht me vrasjet, një pjesë e viktimave do bashkëshin për në lokacionet të cilat ende nuk janë të njohura. Në zonat e tjera të regionit të Prishtinës, zhdukja civilve do ishte pjesë e përditshmërisë së luftës dhe ngjarjeve të cilat zhvilloheshin rreth saj. Në rrethana shpesh herë të pasqaruara, civilët u kidnapuan dhe trupat e tyre nuk u gjendën edhe 26 vite pas përfundimit të luftës. E 2 shok tjerë ka pas. 2 shok tjerë që më thonë, ata nuk e di kush janë tash. Ata që mund 2 shok tina. A e din, a e në gjallë ata, e në gjeta? Vesh të rajë, sa për tane. Sa në di për të, ta me të rajë, këtë me rajë. Edhe ata ka të një hadës, e shkon një dhe me ta, e kon një Ramis Petruka, e kon ingjinjer në Ciglan. A i thotë, kom najtë 10 me ta, ma jaftë që kon. Në Burg? Burg, Lipjan. E ka maltretu, ko që shumë për automat. I kon ushtar, i kon adek, ne që ashtë po, atë jo metë, a i kështë pa gjurën shumë të zojnë, kështë pa 1.000 marka, e kështë pa disa nare, kon lekrish me banisa i Ramis Petruka i Malizi, e ka fështu atë, ka djepe Burgi, e a i metë aty. E të një mos sens di për ta, e kanë marë, edhe ka e kanë qua, ma të pravi kanë qua, unë e metë të lyp djallin. Jo shu të Ibrahim Kolli, kështë kështë, jo shu për det. Allah e jare bja prus që ka të zemra tina. Ka gjanë ku po folë me 5 avokat. I mundu me po dhe qka se po kështë. 22 miliona, 99 sin vjekin, ispred svoje kući na traktor. Tog dana smo se selili iz jedne kuće u drugu, da bi nam Albanci nešto urade, pošto je bilo to haos.
Moram tako da pričam, da se izražem s obzirom na Albanci i na Srbe. To je bilo oko 1:30 danju. Mi smo otišli u drugo dvorište, tamo gde mi je živio svekar, da povučemo još stvari, da donesemo naše stvari kod nas u kuću, da bi lakše prošli. Međutim, šta se dešava? Sin i ćerka išli su 2 put nosili stvari iz jedno dvorište u drugo. 3. put kad ide, moj sin rekao, nemoj da dođe sestra, kaže, ja ću da idem sam. I mi smo ga pustili. Ali šta se dešava? Poslije 10-15 minuta on ga nema. Mi smo izašli da ga tražimo. A na 200 metra od naše kuće je bio stacioniran KFOR. Oni su iz Irske, ali pod upravom Engleske. Na 200 metra. A šta je tu problem? Tu je problem što bio prevodilac Albanac. Sve što smo mi govorili, oni suprotno govorili. To je bilo 22. juna. Još 3 dana smo bili u našu kuću. A od sina ni traga ni glasa. Ja nisam bila na licu mesta događaja, međutim, kako sam došla do nekih informacija da nisu bili, oni koji su ih zaustavili nisu bili uniformisana lica, ali da su sa strane bili neki u uniformama i da su ih tu zaustavili, da su ih svu trojicu uzeli i od tada nemamo nikakve informacije o njima. Themi për shembull janë 4 zhdukun ende nga vrasja që ka ndodhur me 1 maj të vitit 99 në urën e Luzhanit, ku natën në fakt e ka godit një autobus Nish Ekspresit. Autobusi kishte ardhur atë mëngjes nga Serbia në Podujev, ka lënë numër të konsiderueshëm të, si duket, personave të uniformuar dhe pastaj është mbushur me civil shumica shqiptar që kanë ardhur në drejtim të Prishtinës. Në autobus ka pas edhe serbë dhe shqiptar, nëse s'gaboj kanë qenë 32 serbë dhe të tjerë kanë qenë pra gati 10 tjerë, pra 32 shqiptarë dhe 10 serbë. Në Lozhan një projektil nga avionët e NATO-s e ka godit autobusin. 42 persona janë vra, mirë po trupat e 4 prej tyre ende nuk janë gjetë edhe sot, pra thjesht trupat janë zhduk. Po, ditë kur është lirur Prishtina, faktikisht erdhë KFOR-i deri në Ulpian të Fakultetit Teknik dhe aty ishte para mbrames ku edhe u stacionuan dhe deri në atë pjesë në farforme këtë si pjesë është liruar e Prishtinës. Të nesër mëngjes ata filluan të vinë ka fontana dhe të lëshon rrugës të tanishme Agim Ramadani dhe unë fillova prej mallit të qytetit mbi të ditë mbyllur të shkoj prapë pa atyne. Dhe duke shkuar pas KFOR-it britanez, kemi shkuar rrugës Lukarit dhe Makovcit, ku edhe pa dhe thot për herë të parë Kufoma. Në ditët e para të pas luftës, 6500 persona do të figuronin si persona të zhdukur në Kosovë. Në mbar vendin, ekipet mjekoligjore ndërkombëtare e vendore do nisnin të gjërmanin për të vdekurit dhe varrat. Në atë kohë, qindra njerëz ishin në burgje dhe kjo rriste shpresën për familjarët e tyre. Në ndërkohë në terren, çdo ditë më shumë po dilnin në sipërfaqe pasojat e krimit. Aq shumë ka pas Kufoma në institut sa që frigoriferët kanë qenë të stërmbushur,
Dhe nuk ishte pas më vend as në për frigorifer të morgut, edhe në dysheme dhe thot të hudhër një mbi një dhe thot. Nuk ishe ku ta që me qitë edhe këmbën dhe thot ka të esësh. Kishte filluar edhe të kalbëzon dhe thot vinte erë e rëndë, ku nërmën të shumë erë e rëndë. Pra, sikur se edhe në komuna tjera, edhe në Prishtinë, trupat të cilat janë gjetë vrarë, janë vrarë, një numër e tyre janë varrosur në morrezat e Dragodanit, qoftë në ato muslimane, ashtu edhe në ato ortodokse, cilat pastaj janë trajtuar në të kaluar nga ekipet e ndryshme mjekoligjore, janë sjellë në IML për të ekzaminuar, për të nështruar procesit të identifikimit, dhe një numër i caktuar i tyre i madh janë identifikuar, mirë po prapë një numër i caktuar më i vogël janë ende të pa identifikuar në IML. Kemi gjetë dhe thot kanale të hapura me eskavator, të gjata, dhe njerëzit e hudhër në kanale, dhe thot ka pasat fush Kosovës, të Rëthines, kudo, apo ndonjë tjetër që ka arë në Prishtinë, të hudhër një mbi një, ashtu dhe thot pa kur far kontrolli. Dëshmit e para mjekoligjore do të dëshmonin mizorinë e zhdukjes së trupave të viktimave. Viktimat u dëgjën, u varrosën qëllimisht në varrezat e personave të vdekur natyrshëm, apo edhe u bartën në varreza masive në Serbi. Pak edhe memoria që të ka kalu, po që thash, zona e Prishtinës e Rëthina, Dernes, Slovi, Fush Kosovë, Obilish, këto pjesë, përveç vareve kemi pas shumë edhe në përfusha të varosër. Pas të kemi pas në bunare, në pusat të ujtë. Në Fush Kosovë kemi pasur qifte të pleshve, njerëzve të cilë kanë dhejtë në shtëpi që i kanë djegë në për shtëpi, dhe thotë, në Fush Kosovë. Kanë qenë të djegur, dhe thotë, dhe në atë masa me zi edhe këta ndërkombëtarët që kishin qenë para neve për me vizitu, kanë gjetë edhe pjesë të organike apo të shëndosha të pjesëve kockore për me mujtë me bo ndoshta dënën. Sepse për të zhdukur një pjesë kockore në vitet të jetë një temperaturë mbi 1350 gradë dhe 1500 gradë, dhe thotë e lartë. Kur shkoj hirën atë nësia shka me po, ato djekë, shkon djekë 70%. Që shë kanë ekzekutu e kanë rokë flaka najlonin edhe. Atëherë kom vrapu është një lomë atë ofër, një 30 metra prej aty vitë. Kom marrë dojene, kom marrë ujë dhe kom fikë me ujë. Kufu mëse, po djekë e kufu ma si kur pisha. Nuk për dike njeri që sa interes që është po djekë njeri. Si kur s'kish më nëzhe kom fikë, edhe kom largu prej aty vitë. Edhe kom palu ato migjen. Në Vali ka qenë një rast shumë interesant. Aty ata i kishin vërose, ata faktikisht kanë përdorur edhe vareza civile për të fshehur krimin, se ka qenë kohë lufte, dhe jo për shembull në një vi, por i kishin ndru vendet me radhë që të duke ajo pastaj që ka qenë një varr që dikush ka vdekur gjatë luftës. Përballë varrezave të Valis ka qenë një plak i cili kishte qenë në kulm të shtëpisë. Edhe ai kishte ngritur një kulmin pak nalt, dhe thotë, edhe i kishte mbajt edhe i kishte shenjëzu sakt, pastaj kur na lajmëruan në institut se këto gjatë luftës kanë ardhur me kamion, 9 persona i kanë shti në këto varreze, i kishte shenjëzu saktësisht cilat janë ato. Të kujtohet prej ka kanë qenë viktimat ato? Aty kishte pas edhe viktimat të spitalit, sepse disa kishin qenë edhe me kafë të prej autopsive, edhe i kanë varros, do thotë, për regione të ndryshme, disa së fundmi janë identifiku, sepse disa që s'kan pas, do thotë, artefakte, ndonjë shej, apo diçka, apo ndonjë identifikim, atë s'kemi punu me ADN. Kemi punu veç me metodën klasike, do të thonë, qëse kena mujtë me dhonë për shumë moshën, parafërsisht në 3-4 vjetë, gjatësinë e tina, gjinin, por asë gjatë tjetër s'kena mujtë. Por tek pas qashareve, do të pas vitit
pjesë fundore të vitit 2002, kena filluar me punu dhe thotë edhe me analizat ADN-s, sepse atëherë që ICMP-a hiri dhe thotë në Kosovë, e që edhe sot e kësaj dite i kryen ato analiza. Në rastin e komunave tjera, për në rastin e Fushë Kosovës, për shembull, kemi pastaj pashmangshëm një lidhje mes vrasjeve dhe rrëmbimit të zhdukjes të në rastin e familjes Mirena dhe më të dashët e të cilëve janë gjetë pastaj ose të rrëmbirë të zhdukjet e kësaj familje janë gjetë në rastin e lokacionit të Bartmasit në Batajnicë. E njëjta matricë që ka ndodhur në vende tjera në Kosovë, pra në Mas, fshatarët, të vendi i quajtur Lugu i Demës, është një pjesë mbi fshat, është si pyll, edhe trupat janë zhduk për një kohë të caktuar, pastaj janë evidentu. Një ndër dëshmitarët e tribunalit të Hagës kundër generalit policor Gjorgjević dëshmon se ka qenë vozitës dhe ka marrë autorizim nga Ministria e Punëve të Brendshme që të vozit. Edhe në deklaratën e tij e përmend thotë kam shku në këtë fshatin Janjev. Edhe ka marrë trupat e personave vranë. Në fakt Janjev nuk ka zhdukun. Po si duket ka bo gabim sepse ka pa tabelën Janjev, Slovia është pak para Janjeve, pra është afër. Edhe sipas gjitha gjasave, ai ka shku në Slovi dhe i ka marrë trupat e personave që janë vrarë në mënyrë masive. Ku i ka dërgu? Po, ai flet që i ka dërgu në Batajnicë, pra në fund të prillit vitit 99, i ka dërgu në Batajnicë. Ai flet edhe për vende tjera, ka vozit nëse zgaboj 3 herë radhazi vetëm ai kamion të ndryshëm, cilët kanë bartë kufomat e civilëve shqiptarë të vrarë. Ka dhe raste tjera. Edhe kemi ditë që ata janë zhvorros. Edhe kemi marrë informacione mas një kohë batë gjatë që janë zhvorros për aty. Edhe i kishin dërguar në Batajnicë, në Serbi. Me 21 prill janë marrë. Bikon 2006 në mujnë 6 i kanë kthy pe i Serbisë. Domethënë i bjen mas 7 vjetë. Edhe i kemi vrosur në Varese. Lufta përfundoi, trupat i marrën edhe tash me ankth, me ditë tëra kemi nejt me qatë vojsën e madhe në Mërdarë. Se fillon, dëgjum që është zbulun një varrez masive në Batajnicë dhe hajtë me shpresën, mos janë tonë atë. Dhe tash i pryshin ata se ata që din mo lojnë edhe me këto sa ne bojnë lojnë edhe sot edhe atëherë. Dhe i pryshin ka 4-5 vetë, hajtë mos janë tonë dikun. Edhe shkojshme, ne ishme atë deri i mashin, kur i pryshin atë. Se pa i pryshin e eshnat, po t'identifikuam kush. Edhe deshme kush janë pjesëve tonë, anë më në Kosovës, aty kanë qenë 2200 vetë, në to varreza që janë gjetë. Edhe me një fjallë, na ka shku neve krejt kohë pas luftës, i varrosëm tjerë gjithë ato vendet e tyne me të zbrasta, 17 varreza të zbrasta. Fundi i luftës nisi me shpresën për rindërtim. Në kohën kur të gjithë po fillonin rindërtimin e jetës së re pas luftës, familjarët e të zhdukërve nisën të kërkonin për të zbuluar vendodhjen e familjarëve të tyre. Një pjesë e madhe e tyre ran prej mashtrimeve të cilat u zhvatën mira euro me premtimin se familjarët do të gjindeshin dikun. Më e rënda është se gjatë procesit të luftës, disa familjarë u vranë gjatë kohës kur po kërkonin familjarët e tyre të zhdukur. Po baba tregova ka shku në Fushë Kosovë, ka shku me qëllim me vizitu fëmijët e Hysenit, ku janë, ku ndodhen bombardimet e tërë. Kjo ka ndodhur me 12 prill, në natën natë. Ku janë fëmijët e Hysenit, edhe pse ka ditë që në fëmijët e Hysenit nuk i lo vetë. Baba do të ka shku të shtëpinë e ka gjetë në banesën qelë. Kur gjë, këshyrë, so që e lidhë me një tërë, shte pak dera në thyme. Shkon të fëmijët e vllaut njëjtë.
shkon të motra, shtëpia motrës, edhe kthehet për më ardhë kënej. Thua se në Rëgoli, në Bresi, dikun ka ndodha jakti që i dhunës, i torturës, i vrasës. Edhe në nuk di ma shumë. Tash do që kanë qenë me të fshatit, për dhunat e torturat që ju kanë bërë, ata të regojnë, bilesarët të regojnë këtu që vishin, qajshin. Se kishin pas vesh, kishin pas një fshat Krushevs dhe Obiliqë atje me një shpit thot me nejt deshën. Pa tesha, pa vërgjashtë, i kanë nemshtë. Zveshën. Edhe thot, a i thonë nuk kthejna pa shku dhe njerë të fëmijët e djalit për mu. Edhe këta në këthy kënjena e nërë dhe shumë në thonë edhe së këthy. Prvih dana smo znali da ima kolone, da se čekalo po 2-3 dana u tim kolonama zbog velikih gužvi. Onda sam mislila da je u toj koloni, međutim veoma brzo sam saznala da nije to. Onda sam odmah prvo tada prijavio, tada je bio kvor britanski ovdje u Gračanici. Prvo sam tu prijavila i onda sam normalno prijavljivala svim postojećim institucijama, Međunarodnom komitetu Crvenog krsta. Onda je došla UN policija, došla je međunarodna policija, mi smo sve to prijavili. Međutim, kako se tada kvor menjao na svaka 3 meseca, posle 3 meseca kada ta garnitura kvora ode i dođe nova, oni nemaju te informacije, onda to mora da ide iznova. Kvor i UN i UEPS i ne znam koje sve organizacije, ali svi su nas izbjegavali. Kao da smo narod drugog reda. Ako mi imamo taj problem da su nam porodice uhapšene, ali treba da izađete u susret. Niko nije hteo da nam okrene leđa. Živjeli smo bez plate, bez hleba, bez ništa. Davali su nam komšije da jedemo i da nodim sve to. I lajmëru gjinja privat kanë marrë numër telefonit. Kanë marrë lidhjet, se telefona celular s'kemi pas atë. Pse ata që janë në Gjermani, unë jam shku në Gjermani. Vishin telefonata personalisht mu. Që ku e ka marrë benin në Arnin, për Vllazni. Veç sërbisht folqin. Ka e qeta në Arnin? Ku di? Apo do me t'i prua në Sloveni, apo do në Itali, ku të kënë vërë në mësh. Po të është mi transferu 30.000 euro. Mi që në agjensin Berlin. Në nëmën Zoran Llakiqeviqit. Është një inspektor i lartë këtu në komunë Fushkësovës. Inspektor i lartë. Edhe me që në më tina paret. Të është më konsultu me Vllazni, me familje. Thët, po mëra mi që, do të mi që se ko kanë gjinja gjallë, edhe kena ditë që jenë gjallë, aty që është vlojmë nga shqiptarët. Pe i dërtë mund e këmë dhe s'kerë, një më shku në Berlin. Më shku në një femën dhe një moshku. Sërbë. Sa pari këtë? 30.000 euro. 30.000 markat, me marka. I kam shkuat të pare? Në Sërbisht që ti Zoran Llakiqeviq. Edhe? Edhe kur ma ka go letrën, e kom marrë letrën, e kom fotografu, ja kom dërgu, unë ka thirë, është po të që ku me orë mi marrë Vllaznin. A këtona, se ma bëjke a bëdën në Sloveni, a bëdën Itali mi qitë. Në atë moment unë byllë telefoni, më korë, s'ku posë qasje. Ka dhe fitosh, jam për dvukaj, ose ki hadës, një kajvalistë, ka të dhe fitosh, i konë bërë teme 14, teme 12 qashorë konë. Edhe masanej se kam po? Ja, masanej, ata i ka qepë, ata dhe fënë. Ashtë. Këta janë këthy gjallë për i burgut?
tëndi e kom lyp kërshkuq me avokat. E kom unë avokati, po, tha mu më shku ashtë qështu me vetë kjo nish, adin të trenta, për të kanë tranu të rejadin, po, edhe fotografin, po, edhe 100 marka ka mund, me shku me shyrë, po, bëj ka thmi, tash, jem kanë nuk o tha, se të kanë bo budole kanë atë, edhe sashtë, jem mundue, falj me një avokat, falj me këta, me po sens mujtë me po kërshë, heq. Od to vreme nismo znali skoro jedno 3-4 godine, Boga mi tako, ne znam tačno koje vreme, zaboravio sam. I posle oni su ubijeni, pa su nam dali i leš. Leš su nam dali posle 6 mjeseci kad smo doznali da su oni ubijene. Stvari njihove smo našli u Gračanicu. Vidjeli smo po slici tamo kako su oni snimili, mi smo upoznati sa stvari, sa njegove majice, sa njegove patike što je imao i moj prijatelj i on. Sad ne znam šta dugo da govorim, a on je kinuo po 99. godine. Në Prishtinë pra thash, kem pasur raste që janë marrë nga këto varrezat, edhe ortodokse, dhe janë sjellë në IML. Ne numri i caktuar i viktimeve ka qenë nga rastet që kanë vdekur në shtëpinë e pleqjve në Prishtinë. Janë dërguar pasi kanë vdekur, janë dërguar varrosur në varrezat në Dragudan dhe pastaj janë zhvarrosur për të sjellë në IML. Në IML janë shruar proceset të ekzaminimit, identifikimit, mirë po të një numër i caktuar s'ka mundur të identifikuar. Disa prej tyre kanë qenë të komunitetit serb, të cilat s'ka mundur të identifikohen për shkak se nuk ka pasur mostrat mjaftueshme të gjakut që të japin përputhje me mosin kockurat që është dërguar. Dhe pas angazhimit shtesë që kemi pasur edhe në raport me autoritetin në Beograd, janë arritur të gjenden familjet, ose disa familje nga këto viktima, të cilat janë bindur që të japin gjak dhe pasi kanë dhënë gjak, është arritur përputhja me ADN, është arritur edhe identifikimi dhe pastaj edhe pas procesit të identifikimit familjet janë informuar që kemi identifikim pozitiv dhe pastaj janë dorëzuar përmes procedurës së rregullt për varrim në territorin e Serbisë. Edhe pse si gjithashtu pjesa më e madhe viktima pastaj kemi në rastin e varrezat qytetit Prishtinës, pra në lagjen e Arbëria, po edhe në lagjen Matë dhe në Hajvali, dhe po e theksojmë me qëllim lagjen Matë dhe Hajvalin, për shkak se që të dyjat janë lokacione që janë pjesë e agjendës, por gjithmonë trajtuara gjithsesi me shumë prioritet, po edhe me shumë kujdes për të evituar çdo gabim të mundshëm. Dhe kur e shohim historikun e gërmimeve, këto raste, pra nga ato 2500 deri 2700 lokacione që potencova, e shohim që vazhdimsi janë trajtuar gjatë këtyre 27 vite këto lokacione, por prapë në bazë të gjitha analizave që kemi bërë, pra në kuptimin e shqyrtimit të otësishëm të gjitha informatat që kemi pranuar, ose që presim të pranojmë, ose që po i pranojmë, një veçantë këtë as po flas për informata nga arkiva ndërkombëtare përmes Komitetit Ndërkombëtar Shkëlqysh, por nuk po flas për informata që do duhet vinin nga arkivat e Serbisë. Bazë të analizave ne kemi konkluduar që ende këto lokacione kemi dhe viktima që vazhdojnë të jenë listën e personave të duhur që potencialisht duhet të jenë këto lokacione, për shkak të faktit që tash lidhen me morgun e Prishtinës, me librat e morgut, me evidencat që ne kemi siguruar dhe në këtë rast bazë të shqyrtimit të informatave, gjithsesi këto lokacione vazhdojnë të jenë pjesë e agjendës kuptimit të trajtimit më të gjashtë. Një i zhdukur apo një i vrarë nuk është vetëm një numër në statistika. Ai është një mungesë që vazhdon të jetojë çdo ditë në familje, një plagë që nuk mbyllet kurrë. Në rajonin e Prishtinës, lufta nuk përfundoi me heshtjen e armëve. Për shumë familje, ajo vazhdoi si një pritje e gjatë mes shpresës dhe pasigurisë. Jeta e pas luftës për familjarët ishte një sfidë në çdo aspekt. Familjet e varfra dhanë mijëra euro për të zbuluar familjarët e tyre, ndërsa në çdo hap, kujtimi për të zhdukurit i shoqëroi secilin prej tyre. Nekad te emocije su različite, ta mišljenja su različita. Nekad kažeš pa mnogo je godina prošlo, pa da li su oni mogli da prežive, da ih niko nije ubio, da li su oni mogli da prežive. Pa nekad kažeš, pa možda ih je nešto držalo u životu, možda su
još uvijek živi, jer u svakom ratu je bilo zarobljenika, ali se zna da se i ti zarobljenici vratili kući. Pa se onda i nama javi ta neka nada da će oni jednog dana da se pojave i da dođu. Možda eto ta nada nas i održava u životu. Vidim ga neki put na snu. Vidim ga. Znaš kako dete bio razbijen ovako. I drugar je bio. Nema veze što si Srbin, što si drugar i radnik je bio. Veliki radnik bio. Heshe ardhën a herë Albeni? Po, shpesh. Pasha Zotit me të kallzu drejtën i shë. Qysh me të thonë, kemi lu për para për pitak. Që për ladroci. I shë të luj me ta me të, kemi posë një livazë, kemi për atë ma, luj me të. Për para i kam bëdo koloqat. Qysh me të thonë, kush ka mojt bakti, e kam posë një ditë mi u kushtue, kulaq kina thonë. E shpesh i shën kuloqa, të hongër bëke të nejt me ta. E qatë ditë kur quen asë në allëm. A ditë i thëmë, i paraleme i krejtë thëmë, mos një kërkosh, du më qëtësu, dale pi kafe, në tavolinë du më marrë kërkosh. E dinë, pushkëso, si të dalë, thëtë, nësejri këka sot, s'ka kërka, njeri i gjotë, në tavolinë me mullë. Vesh me më shjelë gojnë që atit, ka marak që është, një vetën mirë, hiç më s'me folë. Cilën është më shpesh në ndër? Ja, me Hyseni një. Me Hyseni një vazhdimisht. Ni malo nisam umorna. Ni malo, jer šta god imala neke druge obaveze, meni je ovo na prvome mestu. Nešto najobavezniji, nisam se umorila. Spremna sam u svakom momentu na bilo koji sastanak da odem kad je ovo u pitanju i nikad se ne... Čini mi se da, što se tiče ovoga, da smo s godinama jači možda. Čekaj, a nada je zadnja što može da se iskupi. Ja dok sam živa, ne. A imam još 2 ćerke, pa će one da nastane. Jel' tako? A ja ne gubim nada. Svašta su mi rekli. Po qëre, jëllet, se e vlad. Këtë herë fash preje se fshatar jam. Këne me na hup një kënq, kejt, atë 2 mahall e lifshëm a peqami. Se është malli a hasë një shpirta, që me thonë për të, ja vlade. Po që ka me bon? Allah e me ka në forësën, se leta që ku këllovë jam. Inshallah Allah se ja bjeta shabirë shtë kur, ja Allah. Tanaj, kur i ka ardhë koha për me e bu rivarrimin për shpijes me hjek. E aty e moj men, edhe aty nuk ja foli vetit, po kënej të isha, mos ta mërziti në unën kënej, kur e ka njek për vërrit, jem konë qësh dyrve të shpijit, të sakokit. Aty e kom po trupin e tina, kur e kanë kohë pa ta, dëra edhe trupi ka livrit, qysh atin, si kur, s'po di qysh me për, njëna dërë për pjetë, njëna komë për pjetë, abedin, jo dyja një, edhe aty më rrinë ftyra e tina, adin, më rrinë teshat e tina që uji që kur ka hipi shiut ose dishka, i që i ka bësit sareta të u kolp teshat, atë hale më rrinë. Para syve. E kujtoj, masterën kur e kam përfundu, po thëtë profesorit do tëtë mentorit cili e bëj këtë temën, me ftu musafir. Edhe kishim një raport pak më të hapun me ta. Thashëm këtu me botë mbyllën. E kisha një temë shumë inovative. E nësta tema jote është për kohën inovacion. Besoj tha që kushdo që vjen, ka muni kranor me prezentimin tënë. Tha shprof, të shumë mirë, po me hep mundësin, po me hep propozimin, po me hep gjitha gjonat. Mirë, po që realisht të në kësha dasht me ftu së nëftaj. Që s'mon me kom për edhe.
Kisha dashur me ftu babën tem dhe hoxhën tem. Shushën si fëmijë, jam rrit me qatë frymën që unë sot du të me dalë me diplomu para një komisioni. Mirë po që ata s'me miftu. Kështu që realisht, nuk po du me ngarku as nonën, as azën i cili është për kujdese, na ka shty deri këtu, na ka përkrahe. Do të thotë azha tjetër i cili në atë kohë ka qenë në Gjermani dhe është kthy prej Gjermanisë. Tregova çdo kohë na veç me vesh në krah, veç me lajme, gjithër. X herë kemi dalë, anë mërdare, çdo kush që kanë ardhur, çdo grup që kanë pru atje, na kemi qenë aty. Se shpresa që thojnë, hajtë nashta në qitë grup është, janë njerëzit e tanë. Edhe kemi dalë në për manifestime, kërkesa, demonstrata që u bënë në Prishtinë, aty para kuvend, dhe kemi nejtë aty me dite, me ore, me gjitha mirë, po nuk kish efekt. Po, kjo është djali i Axhës, edhe ka vdek vitin 2010, e kemi largu prej familjes ngushtë tonën, për shkak të varrit të Hysenit, për me lanë për Hysenin në Varros, edhe kum lanë kështu amanet fëmijëve të mi dhe vllazëve dhe gjithë. Nëse xhinet para se me vdek unë e di vetë. Po nëse unë vdes para tina, do thotë këtë me hy edhe unë, edhe ai do të me hy.